Kundërta e durimit, sobri. Shembulli më klasik i mos durimit në shoqërinë tonë është fjala që më së shpeshti përdoret në popullin tonë. Ku më gjetë Allah i veç muve, stakfirullah. Kjo fjala është. Pa, s'pat beti tërkan. Kjo është më edhe një fjalë që të regon edhe atë zemrën, keqet një njerëjut. Si ka mundësimi a paramendu dikuj tjetër që asprof që te e ki? Kja dëshirosh dikuj tjetër. Me të vërtetë se ne kuptoj. Kjo të regon se edhe zemrën e keqe, e ka edhe imanin e keqe. Ka problem me besimin e vetë. A veç muve, a s'pat tjetër kanë, deri kurbe unë në kështo. Gjera fjalë të cilat fjalë të regojnë mosdurimin e një njerëjut në sprovën që e ka. Dhe këto, veç janë ngarkojnë sprovën, mos të mendona se ja letëson sprovën. Sa i pse du të i thot këto fjalë, nuk do me thonë se fëmiu i ti apo ai do të shërot. Nuk do me thonë se kam ju këthi të pamorit. Nuk do të thot bile, këti i vanohet procesi shkaku se si drejtohet Allahut me lutje dhe dua që Allahut ta ndihmon në sprovën që ka. Shumë është me rëndësi. Andaj ky vetvetes me këtë sjellje, me këto shpreje, vetëm ja ngarkon krahas provës edhe gjunahat. Po krahas provës ja ngarkon vetvetes edhe një sprovë tjetër që është mosdurim. E që kjo shkakton shqetësim në zemrën e tij, në ritmin e zemrës tij, në mendjen e tij, në karakterin e tij, në arrogancën e tij, në moralin e tij. Andaj këta njerëz do njerë edhe marrin pres keqte dhe infrakt. Pres keqte do të hip shtypja, e humb të pamurit. Është konfliktuoz, është agresiv me njerëzit tjerë, nuk jep hapësirë njerëzit me i ndihmu. Nuk jep vullnet njerëzve me i ndihmu, se thonë njeri arrogant, njeri i pak zendur në lafa, ofendus, në çmus. Shifeni ki edhe izolot pastaj në vetveten e vetë, në fund edhe vetveten e merinat, që themina. E merinat i uren gjithë njerëzit, fillojnë edhe të tjeri të largohen prej ti, nuk thamë që do ta uren, se shqyqër Zotit në vendin tonë ka njerëz që njerëzit me sprovat tila, elhamdulillah në vendin tonë, respektojnë, ju i pët përparsi, ju ndihmot, nga gjithë. Që pa përjashtim këtu, po i përmendi popullin tonë dhe shoqërinë tonë, kanë një sens dhe një solidaritet të pa me njerëzit që kanë nevojat veçanta.